Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës, Brunilda Mersini, zhvilloi takime në Babicë dhe Cerkovin me banorë dhe disa nga familjet socialiste. Një bisedë e sinqert mes njerëzish që ndajnë të njëjtat shqetësime dhe shpresë për të nesërmen, shpreh kandidatja Mersini. Në këto takime u fol për mungesën e ujit të pijshëm si dhe energjisë elektrike, probleme që prej vitesh i rëndojnë këto zona e që fatkeqësisht nuk arritëm të japim zgjidhje gjatë këtij mandati. Ndaj ne nuk e fshehim keqardhjen për ato që nuk janë bërë ende, thot kandidatja socialiste. Por përpara kemi një angazhim të ri për të çuar përpara zhvillimin rural dhe për të kthyer vëmendjen aty ku mungesa është bërë normë, sepse këto zona meritojnë më shumë dhe ne jemi këtu për t'u kthyer atë që u takon, shpreh Mersini. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës, pjesë e listës së hapur Brunilda Mersini, po vijon takimet edhe në qytetin e Vlorës. Së fundmi ka takuar banorët e rajonit numër 1, der më der në rajonin numër 1, për të dëgjuar nga afër zërin e çdo banori, sepse vetëm duke kuptuar shqetësimet dhe pritshmëritë tuaja, mund të bëjmë më mirë në 4 vitet që vijnë, shpreh Mersini.